jam shumë e çuditur, nuk di ç'a bëhet këtu. Sot vim prapë te toka tonë, jam policia thush jena kriminella, thush jena më të fundit e më të marrumit, e jena në tokë tonë, na kanë kapë dhënë tonë, i thash nuk ka 5 minuta, 20-30 policia të tërhiq zvarr, thush është kriminali më i madh. Ç'a bëhet këtu more? Ç'a bëhet në tokën tonë? As ambulancën nuk vjen në ndihmon. Jo, ç'a bëhet kështu? Vim këtu me drejtën tonë, shikoni sa polici ka. Shikoni. As gurk s'kena, as armë, as gjë dhe na bën këtë gjë. Vdhau jon, 30 polica ka kap një njeri, një. Nuk e di, jena në tokë tonë edhe nuk muna as me shkel. Qyre themelet. As me shkel s'muna. Isha gjem drejtësi. Si që shifni, të lutem kalo pak, shifni, që ka kapru Albana Koqiu për me mbrojt Bashkimullën. Ndaj fshatarve të shkret. Ministra ka kapru gjithë polica këtu me mbrojt Bashkimullën ndaj nesh. Bashkimulla që ashtu na vill tokat tona. Bashkimulla me Sufçelen kanë thënë në zyrët vet, nuk do na marrë si pushtues, do na marrë si zhvillues. Ç'a jetu bë sot Bashkimulla? Përveç se tu ardhme na pushtu. A jetu bë gjë tjetër? Shkjau, stërgjyshit tem nuk ja ka baj këtë që jetu na bati sot në tokë tonë. Serbi, Turku nuk na ka baj këtë, me na vill tokën. Ti jetu bë se ke shtetin mrapa. Por edhe na nuk jena të pafort, se jena me të drejtën e Zotit edhe drejta jon ka me dalë. Se na mbrojmë amanetin e të parve edhe të drejtën. Dhe drejta gjithmonë triumfon. Pambarësisht forcës që ke, pambarësisht lidhjeve që ke, na jena më të fortë se jena me të drejtën. Sot shoqënime s'kan arrit me bë, dje na kanë bërë shoqënime. Prekën e kena alarm mrena të shoqëruar, nuk e kanë liru, na kanë liruar e tjerëve. Njërin prej del moçave që tentun me kap me zoj rat fikt, sepse u turrën tan policat. Ta polica që shifni këtu më kanë rrëzu mu që jam femen, pasi polica femen më kanë rrëzu për tokë, edhe më kanë shty, edhe kanë shty gjitha varta që kanë kënë sot në protest. Kjo ka ndodhur. Kanë ardhur këta tashi me mbrojt Bashkimullën e me na përdhunu ne në tokë tonë. Më falni për fjalën, po është fiks fjala që janë të na bë. Se toka, prona, është nderi, nuk jepen masi gjë. Nuk do i mbrojmë deri në fund ashtu siç e kanë mbrojt partë tonë. Siç e shikoni, junta ushtarake e Edi Ramës ka për prapë në tokën tonë. I bëjmë thirrje Edi Ramës e Bashkimullës të tërhiqen nga toka jonë, sepse na e kena tokën me letra, e kena tokën me gjitha dokumentat. Bashkimullaj, Fashmir Shpellza, hienat e tij e kanë krejtësisht falsa. I lutem Edi Ramës, nëse të bien më mirë të bien këtu autoblindat, edhe tanket, sepse këtu ka krizë lufta Serbi-Kosovë. Ta morrin vesh Edi Rama, Severia e severitare e hienat e të tyre. I lutem prap Edi Ramës, këtyre sajna, Belinda Ballukut, hiena zez, si sigurt ajo, ose pantera zez, të tërhiqet nga to, sepse na janë në tetën tonë. Ju lutem prap të tërhiqen nga toka jonë. I herën rrallë parë, qyrë një fëmija 2 vjeç, si e kanë masakrua në mojet malit dje, me zeth tamen, të motra jeme të ullë me dhënë fëmis, me hangër. Llogarit një që kanë bënë dje, në djemë tanë policia, me të thonë menja se na jena sklever, nuk jena shqiptar. Në rrallë dytë, a ka zja ma më katë, si me qua këtë fëmin në rajon policisë, dhe kur ka dalë mërën fëmija për rajonit, me të kërësith trupi shtatit. Po këta nuk janë policë, po janë kriminella. Në rrallë tretë, i baj thirrje Bashkimullës. T'ja venë mendin kokës, mos ta bojnë këtë popull me shku në kesë. T'i banë thirrje dhe qeverisë, t'i marrin dosjet tona ndorë spaku, gjykatat, gjitha procesione që janë shtetnore, mos t'i korruptojnë Bashkimullaj me Fatmir Shpellzën dhe me ministra. Na nuk e dim se kush e ka bon firmos këtë punë, se thonë ka firmos Belina Balluku. Na Belina Balluku kena kujtujt se pa firmos letat tona, aja do të arrestohet. Idhi thirrje funit kamp se me zgjat për letra e kena përsërit 300 herë. Të lagohen këta policë, ta lën këtë popull qet dhe ta kalon në rrovet pasqore. Dje na kanë mujt pak mollën në burg. Dhe nuk i ka ra kur kush mraban me të thonë menja se kanë quj gomar në teqe. Pak molla nuk u ka pas kur i lek borç. Pak molla ka kanë punë vet me protestuesit. Pse kapin prak mollën vetun dhe nuk na kapin tanëve në tjerë? Apo pse prak molla i ka xhir tona letat e vërteta dhe aty ausit në për studio
Vënë për drejtat zotit, i bojmë thirrje që ka çlat. Ata njerëz që kanë kënë të Zoti Rama, që kanë firmos për tokën e rjollit, që jena do këtë me zhvillua tokën e rjollit, i bojmë thirrje shtetit, këtyre kriminela që kena ma shpinet, të shkojnë dhe kapin ata që kanë firmos për tokën e rjollit. Mos të vinë në vjen më kap ne, që na jena në tokë babs, tokë zhyshit, tokë 4 zhyshit, e ka deklaruar prifti tokë 300 vjeçare, se i ka pa dhe prifti letrat.